harroj diçka të thoshin kolegët, që ka një sherif të ri në qytet, dhe qasja ndërkombëtare dhe qasja mbar shqiptare ka ndryshuar për Partinë Demokratike dhe për opozitën shqiptare. Siç e pat bëri çdo tentativë kryeministri juaj për t'ju afruar sadopran zëvendës presidentit amerikan në meny, por nuk ja doli dot. Nuk ja doli sepse kishte shkuar mesazhi. Kishte shkuar mesazhi nga zyra e Donald Trump, nga zyra ovale, nga shefja e kabinetit, që i thoshte mos ju afroni pupacit të George Soros. Në fakt nuk mund ta shmangni dot që erë e re po fryn dhe është era e ndryshimit dhe është era e opozitës. Ju folët për votën e diasporës dhe nuk pranoni që dokumentat e huaja janë të sigurta, por ju të sigurta janë vetëm dokumentat shqiptare që prodhohen nga një kompani shtetërore që drejtohen nga ky ministri juaj këtu. Pra këto janë të sigurta, ndërsa dokumentat amerikane, dokumentat gjermane, dokumentat franceze nuk janë të sigurta. Ato po falsifikohen, kurse këto tonat nuk falsifikohen dot. Një logjik besoj që kushdo që e dëgjon me 2 fije shkollim e kupton se sa komike është dhe se sa e pabazuar është vetëm e vetëm për t'i hequr të drejtën diasporës për të votuar. Dhe e bëni këtë sepse edhe kryeministrin tuaj, jo më ju vetë që s'keni shanse të organizoni takime të mëdhaja në diasporë, por dhe kryeministrin tuaj ka organizuar vetëm në Greqi dhe në Itali, sepse vetëm atje mund të mbusheshin autobusët dhe mund të shonit aviona me patronazhist. Vetëm atje kur i mbushnit me kryetarët e bashkisë bashkë me stafet e bashkive, se nuk i merrni dot patronazhistët në Londër. E bën dot Edi Rama një takim të madh në Londër. E bën dot Edi Rama një takim të madh në Michigan. E bën dot Edi Rama një takim të madh në Berlin. Shkoj, ta provoj. Nuk bën dot Edi Rama asnjë takim të madh kur nuk e mbush dot me patronazhistë të bashkive socialiste. Dhe koha e ka provuar. Le ta bëj, le t'na tregoj të kundërtën. Ndërsa çdo deputet, jo më lideri i saj, çdo deputet i Partisë Demokratike i mbushen sallat me zi e presin kudo në diasporë. Sepse duan ndryshimin, sepse duan programin e Partisë Demokratike dhe sepse ju ka ardhur në maj të hundës me vjedhjet dhe skandalet e kësaj qeverie edhe këtij kryeministri. Doli sot kryeministri pas kërkishtën vetëm 2 ministra ka mund në burg. Ndoshta ka harruar dhe ministrat e vetë, se vetëm nga kabineti i parë ka Lefter Kokën, Ilir Beqen, Arben Ahmetaj, Erion Veliaj. Të gjithë këta i kishte ministra në kabinetin e vetë një. Pa kaluar te kabinetet e tjera edhe pa kaluar te kryetarët e bashkisë. Ju të dashur kolegë, besoj keni dëgjuar qeveri në ekzil, qeveri të përkohshme, qeveri hije, mirë po s'keni dëgjuar besoj, qeveri në burg. Në burgun e Durrësit keni zyrtar më shumë se sa një qeveri e tërë. Keni atje gjithë dasmorët e dasmës në kala të Erion Veliaj. Se qarkullon dhe në rjetë edhe një kërcim ku Ilir Beqja merrte mbi qaf Erion Veliaj, edhe mbase atje në burgun e Durrësit kujtojnë me nostalgji ato kohë kur keq përdornin pasuritë tona kombëtare për të bërë dasma private. Qytetarët të cilët hapën një shampanjë në festim të arrestimit të Erion Veliajt, u morën nga policia, u quan brenda dhe u gjykuan për organizim të palishëm, për tubim të palishëm. Ndërsa qindra zyrtar të bashkisë të shkuar me urdhër para spakut, që ndalonin makinat e prokurorëve, që ndalonin makinat e të burgosurve, atyre nuk ju ndodhi asgjë. Përkundrazi, u quajtën
nga ky që keni minister këtu, mos t'i vëm do një emër, se çdo emër do t'ishte pak para tipologjisë amorfe. Ky tha ata janë simpatizantë, ndërsa ata që hapën shampanjë, ata duhet të procedoheshin. Ja, ky është standardi që keni vendosur me policinë e shtetit. Ky është standardi që keni vendosur me drejtsinë në Shqipëri. Quhen organizimet e palishme kur i bëni ju festa simpatizantës, ndërsa kur hapet një shampanjë quhet shkelje e ligjit. Dy standardet e njerëzve të korruptuar. Ajo që ndodh në Shqipëri, mos mendoni se ngelet vetëm në Shqipëri. Mos mendoni se diaspora shqiptare, sa do kohë të ketë që t'jetë larguar, është ndarë nga zhvillimet e Shqipërisë. Mos mendoni që familjarët e tyre në Shqipëri nuk i flasin dhe nuk i paraqesin gjendjen që ka Shqipëria. Mos mendoni se presionet tuaja mbi administratën do të ndikojnë në votën e diasporës. Një qytetar me drejt, kur i kishin kërkuar familjarët e tij kartën e identitetit, kishte thënë pikërisht për të mos dhënë këtë kartë identiteti kam ikur nga Shqipëria dhe nuk ka zot që të ma kërkoj mua këtë sot ku jetoj me forcat e mia në Itali. Dhe ta harroni ju se i bëni presion atyre njerëzve që kanë ikur pikërisht për dinjitet mbi të gjitha, sepse shumica e atyre që ikën në 12 vite i përkisnin edhe shtresës mesme, që të ardhurat i kishin deri diku të mjaftueshme, por ikën sepse këtu nuk kishin dinjitetin, sepse këtu nuk kishin të ndjerit qytetar që respektohet duke marrë parasysh edhe gjithë trajtimin në sistemin arsimor, në sistemin shëndetësor, apo në respektimin përpara ligjit, ku ca janë të nënës dhe ca janë të njerëkës. Me ca funksionon ligji dhe me ca funksionon maliqi. Ata shqiptarë me dignitet, ju sot nëse keni kurajo do duhet të votoni që të votojnë me pashaportat e tyre të rregullta biometrike të shteteve ku jetojnë dhe ku punojnë. Në qoftë se ju nuk keni frikë nga vota e diasporës, tregojeni sot me votë dhe votoni që ata të shprehen me dokumentin e tyre dhe jo vetëm ata të cilët ju kanë ngelur apo kanë një dokument shqiptar. Votoni sot nëse s'keni frikë. Votoni sot nëse mendoni se diaspora do t'ju jap vot si që parashtruat këtu. Po ju jeni të qartë, jeni të bindur, që asë një vot s'keni për të marrë. Jeni të bindur që goditja më e rëndë do t'ju vi nga diaspora. Jeni të bindur dhe jeni të tmerruar. Të gjitha ata patronazhistët që dalin dhe fshihen duke thënë jemi punonjës të KQZ-s, e bëjnë edhe sepse u vjen turp. Përveç se kanë frikë, ju vjen turp të thonë jemi nga Partia Socialiste, se nuk i qaset as një emigrant. Dhe detyrohen dhe thot jemi nga KQZ-ja, që t'ju qasen emigrantët, që t'i japin siguri emigrantëve, që nuk jemi duke i vjedhur të dhënat tuaja, që nuk jemi duke i manipuluar të dhënat tuaja, si që është nami dhe gjëma e gjithë patronazhistëve të Partisë Socialiste. Ndaj të nderuar kolegë, ju ftojmë të votoni ndryshimet që lejojnë votën e të gjithë diasporës me dokumentat e tyre biometrike europiane perëndimore, me cilat kalojnë kufirin, njihen, certifikohen nga shteti shqiptar dhe nuk ushtrokan dot të drejtën e votës kur janë në listën e zgjedhësve. Këto janë vetëm alibi që ju i përdorni për të shmangur fuqinë e madhe të votës diasporës. Por ndryshimi nuk ndalet, fitoria është e padiskutueshme dhe në 11 maj ju do të merrni mësimin nga të gjithë shqiptarët. Shumë faleminderit.